Por, profesor, nga viti në vit, si ka ndryshuar Universiteti Luarasi për ofertat akademike që ka për studentët? Specifikisht risit do doja të dija, ju përmendët shtyllat kryesore, por ato çka bëjnë diferencën? Natyrisht, risit të lidhen me faktin që vit pas viti, pavarësisht se unë si thua mund të ketë kolegë të tjerë që kanë një kohë shumë të gjatë në ato universitet dhe mund të flasin më me hollësi se si ka evoluar për gjatë gati 22 vjetëve të ekzistencës të historisë të këtij universiteti Luarasi, por vit pas viti risit kanë të bëjnë me dy element, me përmirësimin e programeve, pra ose kurikulave e tjerë, shtimin e lëndëve të reja dhe të pedagogëve të cilët vinë nga një eksperiencë shumë e gjatë akademike dhe profesionale, sepse është mjaft e rëndësishme që Universiteti Luarasi ka mjaft pedagogë, kryesisht në fakultetet e drejtësisë dhe të ekonomisë që vinë nga eksperienca të mirëfillta konkrete në fushën profesionale, sepse shpesh një student thjesht nuk do të dëgjojë edhe një ligjërim të thatë akademik, por do të dëgjojë shpesh dhe eksperienca të mirëfillta të cilat për cilën aty nëpërmjet stafeve pedagogjike që vinë nga karriera profesionale. Dhe kjo gjykoj që është një element shumë i rëndësishëm dhe i vlefshëm për çdo student që merr vendimin të studiojë në Universitetin Luarasi në një nga 4 fakultetet që unë përmenda pak më parë. Një element tjetër që ndoshta besoj shumë njerëz dhe shumë prindër apo të rinë kanë ndjekur tashmë dhe nga njoftimet apo reklamat e vazhdueshme që bën edhe televizioni, është hapja për herë të parë e 3 programeve të studimit në gjuhën angleze në bashkëpunim me Universitetin e Londrës dhe në ndërtimin akademik e Shkollën Ekonomike të Londrës. Kjo është një risi vërtet shumë e rëndësishme për kudo që na ndjek përmes ekranit, për shkak se për herë të parë në Shqipëri një student, pra një ri që në mendjen e tij flinte ëndra për të studiuar në Britani, dhe Britania ne dim ka tashmë nivelin më të lartë, renditjet më të larta dhe parapëlqimet më të larta, jo vetëm në Shqipëri, po në nivel global, ku çdo i ri, pavarësisht se në çfarë vendi jeton, e ka ëndër të tij studiojë në Britani. Tashmë Universiteti Luarasi është një nga 120 qendrat e njohura ndërkombëtarisht që mund të ofrojë 3 programe studimi në financë, menaxhim biznesi dhe në shkencë të dhënash dhe analizë biznesi, dhe ajo çfarë vlen në këtë rast është që njëri që ka ndërmend ta ndërmarrë këtë vendim për studiuar do të marrë të njëjtën diplomë, pra që lëshohet nga Universiteti i Londrës, pra sikur të ishte në Londër, por të rikthehemi një gjëje më konkrete për cilën shqetësohen veçanërisht prindit që paguajnë studimet e të rinjve shqiptar,